Kjo është një mbështetje e vazhdueshme, por që po e forcojmë, po e fuqizojmë. Komiteti Olimpik i Kosovës është partner kyç, por edhe strategjik i Ministrisë së Sportit dhe Rinisë, edhe në avancimin e sportit, por edhe në përpjekjet për një shoqëri më të shëndetshme, më aktive. Si vjet, memorandumi ka edhe rëndësi shtesë sepse Kosova do të përfaqësohet në lojrat mesdhetare Taranto 2026 në fund të gushtit, po ashtu pas miratimit të ligjit për lojrat mesdhetare, Kosova po përgatitet për lojrat që do të organizojë vetë në vitin 2030. Krejt ky bashkëpunim është thelbësor me Komitetin Olimpik të Kosovës dhe prandaj në nënshkrimi i memorandumit, i cili përfshin vetëm këtë vetë, por i cili do të përsëritet dhe do të fuqizohet. Për mua ky memorandum nuk është vetëm një dokument financiar, por është një mbështetje shumë e fortë e shtetit dhe është një garancion institucional për Komitetin Olimpik të Kosovës, për lëvizjet olimpike dhe për gjithë sportistët tanë. Përmes këtij memorandumit dhe këtij financimi që i bëhet Komiteti Olimpik të Kosovës, normal që ne do të vazhdojmë punën tonë me aktivitetet të cilat na prinë përpara, siç e përmend edhe ministri, si vjen edhe lojrat mesdhetare në Taranto, ku Kosova do të përfaqësohet me një numër shumë të madh të sportistëve, sepse në mas 4 vjetëve ne do të jemi ndikoqër të këtyre lojrave. Është një rekord memorandum për Komitetin Olimpik, është vlera më e lartë ndonjëherë që është financuar komiteti nga Ministria e Sportit, vlera është 1.150.000 euro. Pra jemi definitivisht shumë falenderues, por kjo, si që tha edhe presidenti, tregon një seriozitet institucional, tregon një partneritet të fuqishëm mes dy partnerëve, në këtë rast Ministrisë dhe Komitetit Olimpik, dhe gjithashtu tregon që si vjet është një vit tejet i rëndësishëm për sportin e Kosovës, jo vetëm për Komitetin Olimpik, meqense si i kemi lojrat mesdhetare në Taranto 2026, ku ky trekëndsh, siç e përmendi ministri, do të jetë i përfaqësuar në lojrat mesdhetare, duke mbartur flamurin nga Italia në Kosovë për të pruar lojrat mesdhetare 2030 në Kosovë, pra si një koqiri ardhshëm. Dua të them që si vjet nuk është vetëm viti i lojrave mesdhetare, është viti i aktiviteteve të shumta. Do të inicojmë, që është përfshirë edhe në memorandum të bashkëpunimit, Akademinë e lojrave mesdhetare, pra kjo është një akademi e cila do të edukoj drejt për drejt të rinjtë të Kosovës për të mundësuar atyre hyrjen në treg dhe punësimin e parë në